Sapo ndoqet një biografi të shkurtër për aktorin Burhan Hamiti, cili ka ardhur nga Tetova këtu dhe do të flasim për të gjithë rrugtimin e tij. Në fakt e kam sjell pak në moment të fundit me shumë shpejtësi, kështu që e falenderoj shumë. Burhan, faleminderit shumë, mirë se erdhe. Faleminderit që ndave kohë në këtë rrëmuj kaq të madhe, sepse jemi edhe në prag të fundvitit të festave dhe e dim se sa rrëmuj është edhe Shkupi në këtë periudhë, kështu që faleminderit shumë. Kënaqësi ishte imja. Shumë kënaqësi të kem. Ne sot do flasim për gjithë rrugtimin tënd. Ti je shumë pak dele për intervista, më duket, apo? Mundohem, ka njerë, e di si është, mundohesh që mos t'jesh shumë, që mos të prohesh. Normalisht kemi shumë ngjarje që ndodhin në Maqedoni dhe njerëzit ndoshta duhet të kenë një larmani, po gjithsesi unë sinqerisht po ta them, ndjem shumë i nderuar, i privilegjuar që shumë nder më kanë bërë gjithë kolegët nëpër televizion e miq, për shkak se ka njerëzit kur më tregojnë për të thënë Burhan një koleg yt, them prit. Unë kam 2 palë kolegë, një në teatr dhe një palë në televizione, sepse kam punuar gjatë kohë për televizione. Edhe këtë radhë flas për kolegët në për televizione dhe shumë respekt më kam bërë dhe ndjem sinqerisht i nderuar. Shpresoj që të mos jemi të bezdisshëm, që gjithmonë të kemi diçka më të re për treguar për gjitha punën tonë, për aktivitetet tona. Unë mendoj që asnjëherë artistët nuk janë asnjëherë të bezdisshëm nëpër media, sepse mendoj që gjithmonë ka diçka për të treguar. Nëse jo ndonjë projekt që është aktual tashmë, mund të ketë diçka tjetër për të treguar, sepse ju keni disa dimensione. Nëse nuk mund të flasësh diçka për një projekt të ri, do të flasësh për jetën, për rrugtimin tënd. Gjë që do të bëjmë edhe sot edhe ne, sepse unë dua që të flasim për të gjithë rrugtimin tënd, nuk dua të fokusohemi vetëm te projekti i fundit, që patjetër që do ta përmendim, por që të flasim për gjithë rrugtimin tënd. Para se të fillojmë temën, bisedën, nuk di ka do ta kanalizojmë orientim, po duhet të them diçka të përgjithshme. Tash sa ndëgjoja këto disa fjalë shumë bukura për mua, edhe unë ndjeva mirë. Edhe atë mendoja, thash, shive, çdo njeri ka nevojë për të dëgjuar fjalë të mira ose pak respekt nga tjerët për vetveten. Dhe shpesh them ka njerë me një fjalë të bukur e bëjmë dikët në ndjet mirë. Dhe ne nuk duhet të ngurojmë që shfaqim respekt dhe dashuri për pak sekonda, për 2-3 fjalë, sepse për ne janë shumë pak, për të tjerët është shumë. Kjo vret edhe në rrugë edhe gjithkundi. Ka njerë 2 fjalë të mirë ja thua dikujt, e sheh që ja rregullon dhe ditën. Mund të ndosë që ta rregulloj ditën. Dhe do doja që çdo njeri nga ne çdo ditë ta kujtoj këtë dhe ta ketë si motiv jete. Sot nëse jo më shumë, bile 2 ose 1 personi të brenda ditës që rregulloj ditën me një fjalë të bukur. Kjo në fakt është edhe një mesazh shumë i bukur edhe mesazh fundviti, nëse mund ta quaj, sepse me të vërtetë ajo është e vërtetë, një fjalë e mirë mund t'ia rregullojë ditën dikujt, edhe një fjalë e keqe mund t'ia prish një ditë edhe një javë. Shumë e vërtet, nuk mund të kushtoj asgjë, kështu që ti në fakt edhe të karakterizon edhe pozitiviteti që ke dhe modestia që ke, nga ajo që njihemi sa njihemi sigurisht, kështu që besoj që ka qenë një mesazh shumë i mirë. Unë dua të nisim me rrugtimin tënd, të kthejmë pak në kohë. Si ka nisë rrugtimi yt si aktor? Ka qenë diçka që e ke dash prej vogël ose prej në rini, në adoleshencë që ta bësh, apo ka filluar më vonë dashuria për aktrimin? Ne si fëmijë gjithë njerëzit i kanë idhujt e vetë dhe gjithmonë ato i gjenë për televizione, qoftë artist, qoftë moderator, qoftë çfarë do të jetë njerëz të ekranit. Unë di edhe një nga këngëtarët tona të estradës shumë e popularizuar, që nuk dua t'ja them emrin, që njihemi privatisht, familjarisht dhe për shembull, gjëja më interesante që kam dëgjuar prej saj, që sot është një yll i muzikës shqiptare, thotë ëndër kam pas bëjmë moderatore lajmesh. Si fëmijë jepja lajmet në dhomë. Po. Ato lojrat e fëmijëve. Edhe unë gjithsesi frymëzohesh për filmave, pastaj në shkollë fillore kemi pas një grup arsimtarësh të mrekullueshëm që kanë zhvilluar shumë aktivitete kulturore, duke filluar prej arsimtarit ton tani më të ndjer Burhanedin Isakut, një gjuhtar i shkëlqyeshëm me një kapacitet të jashtëzakonshëm të letërsisë shqipe, me një advetarizëm të paskajshëm dhe e kam thënë edhe herë tjera që ndoshta frymëzimin më të madh për gjithë advetarin dhe këtë aspektin artistik në jetë
ndoshta e kam prej ti, pastaj mësuesin tjetër, zotni Rexhepin, arsimtari gjuhës shqipe në shkollën fillore në fshatin tim, Gloq. Pastaj gradualisht ka vazhduar, normalisht pubertet fillon gjithmonë ajo jeta, njeriu e kërkon famën, ka njerë mendon që ajo është ajo çfarë duhet në jetë, pastaj nëse dikush prej nesh e ka arritur famën, pastaj fillon ajo t'i pengon një jetë, sepse ndonjëherë është shumë e mirë, ka momente edhe të lodhshme, po gjithsesi kur fama shoqërohet me një respekt nga të tjerët, mendoj që kjo është kulmi. Një balancë. Po. Fama pa respekt, mendoj që nuk i hyn punë askujt. Nuk vlen, edhe ik shpejt në fakt, edhe fama pa respekt ik shpejt. Pastaj normalisht u regjistrova unë faktikisht fillimisht konkurova në Gjermani, në Essen, u regjistrova në universitet. Ishte periudha 94-5, atko kriza politike si këtu, po në Kosovë sidomos, shumë shqiptarë nga Kosova largoheshin nga vendi për shkak të problemeve politike. Gjithata shqiptarë merrnin viza këtu në ambasadën e Gjermanisë në Shkup, kolona, kishte disa keqpërdorime në atë kohë dhe t'i bie shkurt, unë një 4-5 herë ma lëshuan vizën prej universitetit në Essen, ndërkohë që unë nuk e mora vizën asnjëherë, e humba një vit sigur dëshprova dhe vazhdova këtu në Universitetin e Tetovës, shumë mirë. Kam pasur ndoshta gjeneratën më të artë të profesorëve të Universitetit të Tetovës, gjeneratët e para, si profesorët nga Maqedonia, ashtu nga Kosova edhe nga Shqipëria, të cilët me shumë kontribut e kanë përmbyll atë proces me shumë entuziazëm dhe respekti më i madh, nderi më i madh, kënaqësia më e madhe që kam prej asaj kohe, domethënë 2001 kam diplomuar. Projekti i fundit ka qenë në bashkëpunim me profesorin tim të nderuar regjisorin Ahmet Jakupi, me cilin jemi konsultuar gjatë gjithë kohës për idenë, për tekstin, po për arsye shëndetësore, ai nuk kishte mundësi që shpesh të udhton në Tetovë dhe ne kemi vazhduar provat me regjisorin e shfaqjes Fitim Selimi, flas për shfaqjen i Burgos Rikatit e 15, që patëm premierë dhe 2 repriza para 3-4-5 ditëve. Dhe një respekt tjetër i veçantë, një kënaqësi jashtëzakonisht e madhe për ta përmbyll këtë periudhë para festave, ishte pjesëmarrja në ardhja në shfaqje e profesorit tim tjetër të respektuar, Agim Coma nga Struga, të cilin shfrytëzoj rastin publikisht ta falenderoj, i cili kishte marrë rrugën prej Struge në mbrëmje. Në fakt, unë shumë vonë e lajmërova për shkak se nuk e dija është këtu në Maqedoni apo në Amerikë. Për shkak se në atë periudhë ai ishte profesor në një nga universitetet e New Yorkut, në një universitet shumë prestigjos amerikan, edhe ai la punën atje, erdhi për të kontribuar pa pagesë në Universitetin e Tetovës. Qëndroi disa vite, pastaj për disa zhgënjime tjera u largua, vazhdoi përsëri punën atje si profesor, u pensionua, tani qen ka në Strugë dhe unë atë ditën e reprizës parë e pyes një koleg nga Struga, Arsim Kalecin, thënë profesori rastësisht, tha po këtu është. I shkruaj. Dhe ai më ka habit që natë me shumë mjegull u nis dhe erdhi në shfaqje. Kur i kom pa mbas shfaqjes, u gëzova jashtëzakonisht shumë. Dhe kjo është ajo më duket që ne kemi më shumë të nevojë një jetë për respektin me njëri tjetrin, mes miqve, mes shokëve, mes profesorëve, mes studentëve. Edhe ulëm të pim pastaj diçka pas reprizës. Mu kisha edhe zonjën dhe djalin aty, normalisht edhe disa kolegë, dhe profesori filloi të flet diçka, gruaja ime tha, profesor, e dim krejt, ju njohim. Tha ashtu, tha Burhani ja shumë na ka folë shtëpi për juve dhe profesorëve tjerë për 20 vite, 25 vite, tha sa që krejt e dim rrethanat, kushtet, atëherë kontributin tuaj dhe kemi respekt madh. Sigurisht që edhe profesori u ndjej mirë, për shkak se prapë po e them, çdo kush ndjet mirë kur dëgjon që dikush ja respekton, sigurisht.
Po, në fakt kjo është e vërtet, sepse edhe ti, domethënë, i ke vlerësuar profesorët dhe u je mirënjohës për të gjitha që të kanë dhënë, por që besoj që është kënaqësi shumë e madhe edhe kur profesorët tuaj po të vlerësojnë për punën që ti bën dhe në këto raste. Respekt më të madh më duket që nuk ka një jetë. Po, besoj që në këto raste e ke kuptuar që ky ka qenë drejtimi që ti ke dashur. Domethënë nuk je bërë pishman që ke zgjedhur këtë rrugë. Shumë mirë e kanalizove këtë bisedë, që ndoshta asnjëherë s'kemi fol për kështu tema. Përveç asaj të bukurës si profesion, si aktor, më duket që ky profesion më ka sjell në jetë shumë njerëz të mirë, shumë miq të mirë, jo vetëm aktor, edhe regjisor të branshës sime, por edhe miq të tjerë, si puna juaj, si puna e shumë kolegëve tjerë nëpër televizione, spektatorë të cilët na ndjekin shfaqjeve, na ndalin në rrugës, me shumicën prej tyre pastaj kemi filluar edhe të pim kafe, të shoqërohemi dhe mbas disa viteve ose pas disa shfaqjeve jemi bërë miq. Është interesante kjo punë dhe ata tani janë bërë, disa prej tyre janë vlerësues shumë të mirë, kritik arti, shumë të mirë dhe din të vlerësojnë shumë mirë çdo shfaqje në skenë. Mësohen, edhe publiku mësohet pas një kohe, apo? Për një spektatori të thjesht që nuk njihemi vetëm fakt ato na njohin ne jo, sepse ne dalim skenë dhe nuk i shohim, vjen kohë që njihemi dhe shoqërohemi aq shumë, tani jemi miq dhe jemi fansat njëri tjetrit. Ata për punën tonë që bëjmë në skenë, unë për profesionet e tyre dhe për mirësitë që kanë në jetë dhe kështu respektohet. Kështu respektohet dhe kjo është mbështetje në fakt edhe që jepit edhe njëri tjetrit. Diçka në fakt që edhe ti kur erdhe, sepse për ta potencuar sigurisht, mbase nuk desha njërë ta përmend, por që do e përmend, sepse sigurisht të thash edhe më herët e kam pas në listë për të qenë pjesë e emisionit, por që prisja sezonin e ardhshëm sigurisht, por që ashtu ndodhen rrethana që sot në momentin e fundit të kem dhe sigurisht që e vlerësoj shumë që the ato fjalët që i the në fakt që për shkak të respektit që ke edhe ndaj meje dhe ndaj punës që ne bëjmë në fakt si gazetare, kupton punën që ne bëjmë, si është edhe live-i që mund të ndodhin gjërat e papritura, kështu që unë e vlerësoj shumë dhe mbështetja ka shumë rëndësi, mbështetja edhe nga aktorët edhe në profesionet të tjera, kështu që mbështetja mes miqve, mes kolegëve është me vërtet shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme, tash çdo profesioni ka karakteristikat e veta, bukurat e veta dhe streset e veta, si kjo e juaja momentalisht dhe ajo që kam barun para disa viteve ose që e bëj kohë pas kohe në për emisione, kur jam si moderator, është shumë stresuese kur mysafiri në momentet fundit levron që s'vjen dhe ti ke gjysore, një orë emision dhe si do të përmbushim. Po kjo është e bukur e jetës, që në momente më të vështira na dalin miq që janë aty dhe ne prandaj jemi miq. Edhe prandaj jemi ndonjëherë tash larg modestis, të mëdhej, nuk flas për vete, flas për gjithë tjerët, njerëzit janë mëdhej kur respektojnë punën e njëri tjetrit, profesionin e njëri tjetrit dhe gjithë kemi respekt për gjithë shka. Edhe për punën e moderatorit, edhe për punën e atyre kujdestarëve të higjienës qytetit, të cilët bëjnë punë jashtëzakonisht madhe, shpesh mbije që nga provat e teatrit kthehemi në shtëpi ora 11, 12, 2, 3 në mëngjesit kthehemi dhe qyteti zbrazët, nuk dëgjohet askush, vetëm punëtorët e higjienës qytetit. Edhe paramendo, ata nuk flenë, fshin mbeturinat që i bëjmë ne. Dhe ata sot në mëngjes përfundojnë dhe në mëngjes ne dalim në qytet me një qytet të pastër. Nesër mbrëma ata detyrojnë të dalim përsëri për shkak se ne brenda ditës nuk jemi kujdes që ta ruajmë pastërtinë që kanë bërë ata. Shumë e vërtetë. Pra duhet vlerësohet sigurisht çdo punë është patjetër që duhet vlerësohet. Ti ke qenë edhe në teatr, je në teatr normal, edhe në film në fakt, pjesë e filmit. Po nëse të pyes tash teatri apo filmi, cila do ishte zgjidhja jote? Mendoj që e di përgjigjen, po. E di përgjigjen, teatri është mrekullim vete. Teatri është magji, teatri është gjithçka. Më duket e ke thënë edhe më herët që në teatr, unë e përmenda në fakt edhe në biografin që ti e ke thënë që në teatr nuk mund të fshihet aktori, apo? Në teatr tregojnë ato emocionet, tregohet ai profesionalizmi i aktorit, por besoj që gjithashtu gjinçmëria pikërisht, por gjithashtu besoj e merrni edhe feedbackun e publikut shumë më mirë. Nuk ka, mendoj që nuk ka shfaqje, jo korrekt, por shfaqje edhe reprizë që nuk ka defektet e veta, që nuk ndodh diçka brenda shfaqjes nga aktorët. Po, në shumicën e rasteve, gati 100% rasteve aktorët janë të zgjuar dhe din të mbulojnë
vetë-veten, njëri tjetrin, dhe publiku rrallë herë i heton këta lëshime, dhe kjo është e bukura e teatrit. Edhe je më kolegial, je më human, je më kujdesshëm ndaj njëri tjetrit, për shkak se nuk ka shfaqje të bukur nëse gjithë nuk jemi të bukur. Në skenë, jo. Po. Dhe bashkëpunimi duhet jetë edhe më i mirë. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm për vetveten dhe ndaj partnerëve që lojmë skenë. Kjo të bën më kolegial, ndoshta kjo ndikon edhe një jetë që aktorët shpesh janë edhe një jetë pak më social, më kolegial, mendojnë për tjerët. Çdo profesion të jep ato të bukurat e veta, që i shijon edhe në profesion, po edhe në jetën private. Mendoj që edhe unë kam marrë shumë prej këtij profesioni, kam marrë edhe më shumë prej njerëzve me të cilët e kam kultivuar këtë profesion. Prapë do them, kam marrë shumë edhe nga njerëzit me të cilët jam lidhur gjatë këtij profesioni, me shumë profesioneve si prapë mos përsëritem, kolegë të televizioneve, pjesë njerëz të teatrit, të filmit që janë prapa skenë që s'duken asnjëherë, dhe gjithmonë kur rri me njerëzit mëson diçka të bukur prej tyre. E vërtet, çdo njerit mund të mësosh diçka. Ti e the pak a shumë e ke marrë këtë, po cilat janë pjesët mbase që jep nga burhani nga jeta jote private që jep edhe në aktrim, ose të pyes më shumë, a ka role që për shembull ti mund të thuash këtu kam qenë më shumë vetvetja se sa kam qenë në një rol? Po. Ne sado që mundohemi të ndryshojmë nga roli në rol, po ka njerë ne gjithsesi që e përcillim energjinë tonë personale që kemi, ndjenjat, emocionet tona, ndjeshmërinë tonë, edhe aktori s'ka shans që mos ketë diçka të veten aty, dhe kjo është e bukura. Në fakt, aktrimi për mua, kjo është irelevante, ndoshta varet si e kuptojnë. Unë për vete nuk e shoh formë të jashtme, po e shoh shumë të mbrendshme. Me rëndësi është për mua që aktori ta ndjej problemin, rrethanën e personazhit, atë që luan, dhe gjithë të veten atë që ka, të veten ta jep për atë personazh në ato rrethana. Domethënë e shohim burhanin në rrethana të një problemi martesor, siç ishte shfaqja e fundit, ose burhanin probleme të tjera sociale, ose në situatë lufte, ose në situatë ku ta dim çfarë, drejtorit ose të policit, po gjithmonë burhanin atë situatë me ato rrethana. Dhe është interesante pse teatri, kur aktori e ndjen diçka, nuk ka teori që ajo mos kalojnë publik. Nëse do ta përshkruaj fizikisht më mirë këtë, ne gjithë kemi qenë në për spektakle ose në për teatro, dhe ndodh ka njerë që lëshohet tymi në skenë, dhe ai tymi gradualisht kalon në publik, prej rendit parë, 2-3 dhe kalon të rinalt. Ne e ndjejmë atë aromën e tymit, fillojmë ka pak dikujt i pengon. Njëjtë është edhe emocioni aktorit. Aktori në moment që e ndjen skenë, është një val, një tym i padukshëm që kalon në për publik, shkon deri nalt, gjithë spektatorët e ndjejnë. Dhe në moment që aktori ndjen, 1.000.000% edhe spektatori e ndjen. Kjo është e bukura e teatrit, dhe prandaj teatri është në rend parë. Patjetër, edhe kjo është në fakt dhe ajo që ju e merrni, sepse në momentin që publiku e ndjen dhe e jep automatikisht atë feedbackun, edhe për ju është një motivim shtesë. Po, më thuaj, në raste për shembull kur ke premier, keni një shfaqje që do të jetë premier, cilat janë ato gjëra që i mendon para se të hysh në shfaqje, sepse besoj e keni atë stresin se si do ta marr publiku këtë shfaqje, si do ta marr këtë mesazh që jepni edhe ju si aktor, cilat janë ato frikrat më të mëdha në momentin që hyn në shfaqje, dhe më pas teksa vazhdon dhe teksa siç thuaj e merr atë valën edhe publiku të emocioneve, çfarë ndryshon me kalimin e kohës gjatë kohës kur jeni në skenë? Në fakt, gjithë aktorët, gjithë njerëzit e kanë atë bioritmin e vet, atë energjinë e vete, dhe edhe aktorët njëjtë, dhe jo gjithë njëjtë e përjetojnë. Çdo aktor premierën, sidomos premierën, e përjeton ndryshe, me emocione të ndryshme. Unë zakonisht flas për vete, e shijoj dhe e mas shumë mirë 3 provat e fundit. Dhe e di gati 90% reagimin e publikut ku do jetë, si do jetë. Tash pres vetëm formën se si do ta interpretojmë ne.
është një mirësi, ndoshta, nuk e di nga vjen, nga natyra, nga Zoti, që nuk kam shumë frikë gjatë premierave. Kam shumë një besim, vetë besim në skenë dhe me mzi pres të filloj i shfaqja që ta luaj. Dua të luaj para publikut, dua gjithë atë që kam përgatit ta shujem bashkë. Fundit parat ekzistojmë me aktorët, që të përcjellim emocionin dhe problemin përpara publikut. Edhe kjo më ka ndihmuar ndoshta edhe në atë që i themin e gjendshmërisë skenike, për shkak se kur nuk ke emocione dhe probabiliteti për të gabuar është më i vogël, dhe mendoj që këtu jemi në përgjithësi pak më komod. Pastaj edhe përvoja e bën veten, vitet sa më shumë kalojnë, ti e merr një siguri skenike, edhe përveç paraqitjes në skenë, ti ke edhe një komoditet për të ndryshuar në sekond. Pra po kthejmë atë që thash më herët, nuk ka shfaqje që nuk ndodh diçka të papritur. Po mjeshtria është si do të kalohet ajo. Të ka ndodhur ndonjëherë diçka, të ka ndodhur mbase disa herë, po që ka qenë diçka pak më e madhe në shfaqje që nuk e di, mbase ke harruar tekstin ose ka ndodhur diçka që je munduar që publikut mos e vërej që ka një problem aty. Unë ndoshta nuk jam shumë aktor i mirë, po mos e thuaj këtë, je shumë aktor i mirë. Po këtë e vlerëson publiku, prandaj je sot këtu. Faleminderit. Po kam një dhunti që gjindem në skenë. Edhe kam pas një rast më të theksuar, për shembull që do të thoja, para shumë viteve mbarova unë me tekstin skenë dhe kam marrë një gazetë lexoj, ndërkohë që kolegët vazhdonin. Unë kisha pas një 15 minutave të kyçem edhe unë ndërprej teksti. I shoh kolegët në sy, janë skuq pak dhe dikush pak djerës të hunda. Është interesante momenti që, momenti që dikush që djersohet, dikush prej stresit djersohet në hund, dikush këto të bardhat e syve i skuqen, janë momente specifike për shkak se nuk e din, janë çështje sekonda, si do reagojnë, si do dalin për gjitha se situate, edhe ngrihem unë e marrë situata në dorë për dalë për situate, mos zgjat pauza shumë. Unë ngrita në këmbë, po nuk më kujtohet se ku kanë mbetë. Edhe i kthehem një kolegut që luante regjisorin e shfaqjes, e luante interpretante, them shoku regjisor, çfarë mendoni ju për gjithë këtë situatë? Që pak të jap kohë të mendoje që të kyçet, mendova që ndoshta ai është pak më në rrjedha. U këthi thas, nuk mendoj asgjë. S'kam koment. Kjo ka qenë jashtë tekstit që... Jashtë tekstit edhe unë mbeta, edhe tash për me kriju një situatë tjetër që për dalë prej situate, t'i jap pak kohë vetes, u çova në këmbë edhe po e mbështjell gazetën, e lash poshtë. I fuz dorët në xhep, unë duhani nuk e pi edhe sot, dhe kur e gjej një paket cigare në xhep, me gjithë shkreps. Ka hyrë ai paket cigare, nuk e di. E ndoza një cigare edhe tu i pa kolegët, ne i themi pauzë aktive. Edhe publiku të prit tash çfarë do krise me këtë personazh. Në fakt unë nuk isha pjesë e asaj skene. Edhe ndërkohë më kujtua një 2-3 replika të afër, edhe la futa. Replikën kolegu nuk reagon. E kthej përgjigjen e tij. Ti mendon se në formë tjetër, dhe një 2-3 replikat mia, 2-3 të ati, dhe ndërkohë kap. Vazhdoj shfaqja. Kjo ishte shumë e mirë që shfaqja doli prej situate, po shumë e keqe, shumë e rrezikshme për vetveten, për shkak se publiku pak e heton që ndodhi ndoshta një pauzë, po tash nuk e din a pat problem teksti apo normalisht që krejt mbetet te personazhi, te Burhani. Po e marra mbi vete. E ke marrë rrezikun për ta vazhduar. E marra rrezikun dhe krejt mbi vete, po doli situata.
Unë ma shumë siklet kam, ma shpesh shoh ëndra duke harruar tekstin se sa... Se harron me vërtet. Se sa në vërtet edhe shumë e sikletshme. Jashtëzakonisht më duket që çdo mëngjes kur syhem nga gjys kilogrami humb vetëm prej stresit nëndër që dalë në skenë dhe nuk më kujtohet teksti. Pra të ndodh? Nuk më kujtohet as cila shfaqje është. E po kjo është në fakt ajo frika atër që e kej përpara se... Gjë më të mërshme që e mbaj me në profesion. Me rëndësi që nuk të ndodh në të vërtet, kështu që mund të ndodh ndonjëherë sigurisht, por që nuk të ndodh. Këta e dim tash këtu, po kur jenë gjumë të nuk e dim. Ajo është. Shumë situate sikletshme. Megjithatë, po kjo është në fakt edhe ajo profesionalizmi që keni dhe ju aktorët për të dalë nga situata dhe për të bërë që publiku mos e dallojë. Ne shpesh si publik, paktën edhe unë, ka ndodhur raste ku më kanë thënë më pas aktorët ose dikush prej shfaqjes që ka thënë, po këtu e ngatruan pak dhe ne kemi thënë jo, ne zvëritem asgjë. Kështu që kjo është e bukur që ju gjindeni dhe nuk përbën problem. Sa prandaj profesioni i vështirë për shkak se përveç teksti që duhet mësohet, jo vetëm tekstin tënd, por edhe gjithë kolegëve gati e din. Ti duhet përshtatesh në rrethana, në problemet e një personazhi, plus duhet kesh kujdes për, ne i themi mizasken, nga lëviz. Duhet kesh kujdes për rekvizitat. Ndodh ka njerë që kolegu, partneri, paraprakisht ta ka marrë rekvizitën, ta ka lëviz në për skenë dhe ti nuk e din ku është. Dhe ke pa qëtër ta kesh një gotë ndorë sepse duhet për lojë ti nuk e ke, ose personi që është i punësuar për atë punë ka harruar para shfaqjes ta vendos aty, ose kjo që themi konkret, dikush haron tekstin, kërcen tekstin, duhet gjithë këto një konglomerat përgjithësish, ti grumbullosh dhe asgjë mos vret përveç interpretimit. E vërtet. Pra duhet të gjendesh në kështu gjëra, duhet t'i keni parasysh të gjitha këto para se t'hyni, jo vetëm unë do dal tash do e them tekstin edhe do e bëjmë shfaqjen, por duhet t'i keni duhet t'i keni parasysh të gjitha. Burhani, do të vazhdojmë bisedën, por do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, me njëherë rikthehemi. Jemi rikthyer dhe vazhdoj të qëndroj këtu me aktorin Burhan Hamiti, me të cilin flasim për rrugtimin e tij, por tashmë do të flasim edhe për projektin e tij të fundit, shfaqjen e tij të fundit, i burgosuri i katit të 15. Burhan, si ishte kjo shfaqje, sepse kishit vetëm disa ditë më parë edhe premierën, kishit edhe disa repriza, që besoj do të keni edhe repriza të tjera për të gjitha ato të cilët nuk e kanë parë shfaqjen. Ka ardhur, besoj, pas një pune shumë të angazhuar, sigurisht pas një pune të gjatë kjo shfaqje. Si shkoi? Në fakt, ne shpesh themi aktorët mes veti pyesin si shkoi procesi. Publiku thotë si ishte shfaqja, ne themi si shkoi procesi. Për ne shumë e rëndësishme është procesi si shkon, për shkak se ai raporti brenda një muaj gjys me kolegë njëri me tjetrin, puna është shumë i rëndësishëm për produktin final. Dhe është interesant që ndoshta ishte procesi më i lehtë që kam punuar deri më tani për 18 vite se jam në teatr, edhe falë partneres skenike Sanies, e cilë është një studente shumë e re, me kapacitete jashtëzakonshëm, është habitshme, unë çdo njeri që kam takuar, mik ose njerëz tjerë që e kanë ndjek shfaqjen, më kanë parë, më kanë uruar dhe pyetja e dytë, ajo vajza kush ishte, ata që nuk e kanë njohur për shkak se studente nuk e kanë parë shumë, ose kur ka mbaruar ajo. Janë të bindur që ajo ka diplomuar para shumë viteve. Ka një kapacitet të jashtëzakonshëm edhe mbi të gjitha shumë modeste, shumë punëtore dhe shumë kolegiale. Dhe kjo e ka bërë procesin shumë më të lehtë. Ne me datë 20 patëm premierën, 23 dhe 24 patëm reprizën dhe kalom shumë mirë. Ndoshta 10 vitet e fundit nuk kisha marrë kritika aq pozitive, fjalë aq të mira për shfaqjen, për raportit që kemi ndërtuar me njëri tjetrin, për gjithçka që shkonte në shfaqje. Interesante, do të veçoja 2 kritika më të mira. Një nga një kolegë që tha, më ka pëlqyer jashtëzakonisht mënyra e aktrimit të dyve, për shkak se ishte aktrim jo skenik, që themi ne për teatr, po shumë për toke, shumë raporte njerëzor me njëri tjetrin dhe kjo të bënte që ti ta ndjesh shfaqjen sikur vërtet aty po ndodh, aty po zhvillohet. E tha një fjalë që prap është citat, nuk është fjala ime. Tha, jo një fjali, po një fjalë nuk ka kaluar vetëm për të thënë. Por gjithçka ishte në raport me njëri tjetrin. Origjinale. Kishte raport jashtëzakonisht të mirë si partner skenik.
Një, edhe fjalia e dytë ose lëvdata tjetër që kam marrë, jo e zakon për gjithë këto vite, një kolege tha, përveç asaj anës profesionale që mendoj nga çdo minimum keni nxjerrë maksimumin, varrita diçka jashtëzakonisht interesante, urdhno varehet te ti një mbështetje jashtëzakonisht e madhe ndaj partneres në skenë, për shkak se ajo e re, po vareheshte që ti ke pat shumë kujdes edhe gjatë shfaqjeve. Tha, duke që ju keni një raport shumë të mirë miqësor jashtë rolit, për shkak se kjo që fliste e një shumë mirë teorinë e dramas, është njohse shumë e mirë. Edhe ka kap një detaj shumë interesant. Çdo lëvizje të saj, çdo moment që afroheshte kishte një farë sigurie. Edhe kur ju keni konflikt mes njëri tjetrit në shfaqje, kishte një siguri lëvizje skenike nën vetdije, që duke që e ka nga partneri. Edhe u vërejta që keni një kolegalitet shumë theksuar mes njëri tjetrit, kjo më bëri përshtypje. Kjo do të thotë shumë që është shumë e rëndësishme në fakt që ju si aktor në një shfaqje aty ku luani së bashku të keni harmoni ndërmjet vetes, sepse përcillet si duket përcillet kjo edhe tek publiku. Jashtëzakonisht shumë. Dhe ne shpesh kur shohim shfaqjet e kolegëve, pas premiere komentojmë, më duket që kjo shfaqje ka pas ndonjë problem, pa me ditë. Po, kishte pak një 3 ditë në proces, normalisht ndonjë pengesë ose themi konflikt provash, konflikt orarish ose diçka. Vrehet. Dhe prandaj them 2 komentet më të mira që kam marrë në jetën time. Forma e aktrimit që ka qenë mbas vlerësimit një kolegu që shumë spontane, shumë e natyrshme dhe që vërehet kolegaliteti jashtëzakonisht i mirë jashtë asaj profesionale që duket, edhe kjo hyn në punën profesionale, sigurisht, po jashtë interpretimit. Dhe mendoj që kjo shfaqje do të ecë shumë. Presim që pas festave të riorganizohemi, ku mundemi në për institucionet që kanë kushte më të mira, sidomos me nxemjen, që t'i kalojmë tani, ose do të presim pas muajit të shkurt mars, që të ngrohet koha dhe të fillojmë të lëvizim. Ne kemi momentalisht një 2-3 ftesa për të lëvizur shfaqjen, po shohim pas janarit. Pse jo? Ti në fakt ke qenë edhe asistent regjisor në këtë shfaqje, apo? Po, edhe ti thuash producent për shkak se teatrin alternativ në kuadër të secilës u punua shfaqja, unë jam producenti i aty teatri dhe mendoj që ky do të jetë një sukses jashtëzakonisht i madh dhe një shtytje shumë e madhe e punës së këtij teatri alternativ në Tetov, i cili është një derë e hapur për gjithë aktorët që duan të bëjnë diçka ndryshe, provojnë diçka ndryshe. Shumë mirë, alternativ. Këtë një alternativ ndryshe në qytet edhe për spektatorët, edhe për vetë aktorët. Dhe kemi një fleksibilitet shumë madh aty, organizohemi shumë mirë dhe kështu që mendoj që do ta plotësojmë atë anën e repertuarit bashkë me teatrin, do të plotësojmë njëri tjetrin. Sigurisht, dhe ne presim sigurisht që të kemi një repertuar më të gjërë, të gjatë për të parë, sepse edhe ne si publik jemi të etur ndonjëherë edhe për të parë edhe shfaqje të mira dhe për të parë gjëra të bukura, sigurisht. Duke qenë se afrohemi nga fundi, sepse unë gjithmonë ju them mysafirëve që ndonjëherë kur ju tregoj se sa do të jetë një orë emisioni, thonë që shumë gjatë çfarë do flasim, por që minutazhi në fund e kupton që me njerëz të cilët vërtet kanë çfarë të tregojnë, minutazhi nuk mjafton asnjëherë, por dua të pyes si e sheh sot edhe aktrimin ose aktorët e rinj, çfarë kanë më tepër sot aktorët e rinj, ato të cilët mbase ju ka munguar ju kur keni diplomuar, sepse besoj që kushtet kanë qenë shumë ndryshe në atë kohë dhe shumë ndryshe janë në këtë kohë, por mbase kanë diçka më pak se sa ju durimi, sepse të rinjt tash janë më pak të durueshëm. Shumë mirë, këta i kanë kushtet shumë më të mira, janë shumë më të guximshëm se ne, kanë shumë më tepër vetbesim. Prapë e marrë shfaqjen e fundit, Sani është në vit 2, sapo ka përfunduar vitin e 2, ka filluar vitin e 3 dhe ka shumë guxim, ka marrë guximin të lojë një shfaqje 2 orë, pa ndërprerje me 2 personazhe, 1 orë gjysmë në skenë, është jashtëzakonisht përgjegjësi e madhe dhe ja ka dalë shumë mirë, ekstrem mirë.
ndërkohë që flas për vete, unë nuk e kam pas atë guxim, ndoshta edhe 2-3 vite pas jam punësuar në teatr. Ndërkohë disa, jo të gjithë, durimin e kam pak më të shterur, nuk bashkëpunojnë shumë, ndërkohë që gjeneratat e vjetra, flas për gjeneratën time dhe kolegët tjerë, më shumë komunikojnë me njëri tjetrin, marrin idetë ose vlerësimet për njëri tjetrin dhe kjo na ka ndihmuar shumë. Po tani edhe diçka atëherë në atë kohë në akademi punoheshte shumë më tepër se tani. Sa punohet tani? Kjo është një vërejtje për gjithë ata që merren me procesin arsimor në për fakultete, që duhet kualitetin të rrisin pak. Mendoj që pasioni mbase ka qenë pak më i madh në atë kohë. Shumë rrethana ka ndikuar, po. Pasioni ishte e periudha e ilegale, se ultraja funksiononte si ilegale dhe ne kishim motiv më të madh, edhe ne, edhe profesorët. Tani ndoshta edhe jeta na ka rënduar gjithëve nga pak. Po, me rëndësi është që kemi talent shumë të mirë. Dhe gjithmonë në teatr, Tenen, në Shkup dhe Kumanov, Gosivar, këto 4 teatrë shqiptare që funksionojnë në Maqedoni, e shoh që vijnë gjithmonë talent shumë të mirë nga gjeneratat e reja. Shumë e vërtet në fakt, po shohim çdo ditë më shumë shfaqje të reja, filma të rinj nga edhe kinematografia jonë po përparon shumë, kinematografia shqiptare në përgjithësi edhe në Maqedoni por edhe në vende tjera. Kështu që kjo është gjë shumë e bukur dhe në këtë rast sigurisht edhe ne si media mundohemi që ta bëjmë edhe pjesën tonë, sepse ka me të vërtet njerëz të cilët ja vlen për t'u ekspozuar edhe për të dalë edhe për të treguar se çfarë po ndodh dhe çfarë po bëhet. Burhanun të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit, faleminderit shumë që në moment të fundit erdhe, faleminderit shumë që ndave nga rrugtimi yt. Unë të uroj shumë suksese, shpresojmë që ta shohim sigurisht edhe shfaqjen sërish, por të uroj shumë suksese edhe me shfaqje të tjera, kështu që faleminderit edhe një herë. Kënaqësia ishte ime, faleminderit shumë për mundësinë. Faleminderit.